Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Mandalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur kulaç me kos, djathë dhe gjalp që u bë kaq e mirë. Të them të drejtën, kishim shumë nevojë për një recetë të tillë pas kaq ditësh me mish dhe ëmbëlsira me rastin e festave. Ne e poqëm edhe në furrë me dru dhe u bë vërtet shumë i mirë. Unë e kam gatuar në shtëpinë e vjerrës dhe u kujdes ajo për pjekjen në furrën me dru. Kam përdorur 700 gram miell gruri, një lugë çaj sot, një gjysëm lugë çaj me krip dhe i përziem shumë mirë. Kjo është shumë e rëndësishme në mënyrë që soda të mos mbes pjesë dhe të jep atë shijen e pakëndshme pas pjekjes. 2 vezë, rreth 800 gram kos dhe 100 gram gjalp, të cilën unë e kam shkrirë. Masën do ta përziem mirë me ndihmën e një luge. Nëse nuk jeni të sigurt se sa përthithës është mielli, kosin mund ta shtoni pak e nga pak, kështu siç kam vepruar edhe unë, derisa të na formohet kjo masë që shihni në video. Unë kam shtuar dhe 150 gram djathë të bardhë, të cilën e kam thërmuar dhe kam vazhduar edhe për pak përzierjen derisa të na bëhet një masë e njëtrajtshme. Nëse dëshironi që masa të jetë pak më e trashë, mund të shtoni më shumë miell, ne na pëlqen kështu pasi bëhet më i butë dhe e preferoj më shumë në këtë mënyrë. Pasi masa është gati, tavën e kam lyer me gjalp, e vendosim masën aty, duke e hapur shumë mirë në të gjithë sipërfaqen. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Unë i kam thënë këtë formën me pyru, edhe pse pas pjekjes kjo pothuajse zhduket, por është ajo forma tradicionale e kulaçit dhe unë e bëj gjithmonë. Në sipërfaqe kam shtuar edhe pak gjalp dhe siç e thash, ne e poqim në furrë me dru, por mund ta pishi në furrë elektrike me 200 gradë për 40 minuta. Shikoni pak se çfarë ngjyre ka marrë dhe ka një aromë fantastike. Ju sugjeroj ta provoni dhe ta shijoni. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypje në koment. Faleminderit.